Në zemrat e njerëzve, pyetja qëndron e palëkundur. A e dim ditën kur do të kthehet Jezusi? Por madje engjëjt e qiellit nuk e din atë ditë. Vetëm Ati qiellor e ka këtë njohuri në dorë. Kjo paditure nuk është mungesë, por një thirrje e dashurisë. Të jetojmë çdo ditë si të fundit, në kohët e turbullta, kur botkupa u lem dhe zemrat trembën. Kjo pyetje nuk duhet ta bëjë njeriu të friksohet, por të zgjohet, sepse ai që pritet nuk vjen si dëshmor i zemërimit, por si dëshmor i dashurisë së përsëritur. Të kthehesh në këtë realitet do të thotë të lësh rrugën e harresës dhe të ecësh në dritë, edhe kur errësira duket e pakfyreshme. Çdo veprim i mirë, çdo lutje e qetë, çdo zemër e falur, janë gure themelues për ditën e pritur. Kjo nuk është kohë e frikës, por e zgjimit, sepse ai që tha unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës, nuk na ka lënë kurrë. Ai vjen jo për të fundosur botën, por për ta shpëtuar atë që ka humbur shpresën. Kur dielli do të erësohet, hëna nuk do të jap dritë. Yjet do të bien si gjethe të vjeshtës. Këto nuk janë vetëm fenomene, por thirrje të thella për zemrën njerëzore. Shenjat e fundit nuk janë për t'i parë me sytë e trupit, por me ato të shpirtit. Në kohët tona, errësira nuk vjen nga qielli, por nga zemrat e ftohta, nga dashuria që ftohet nes njerëzve, nga vëllau që harron vëllain. Jezusi tha: do të dëgjoni për luftra dhe lajme lufte, por kjo nuk është fundi. Fundi vjen kur njeriu humb besimin që dashuria mund të fitojë. Prandaj shenjat e jashtme janë pasqyra e atyre të brendshme. Një botë e çrregulluar nga brenda do të shfaqet e çrregulluar nga jashtë. Por në mes të kësaj turbullire, ai që ruan qetësinë e shpirtit është fener për të tjerët, sepse dita e Zotit nuk do të vijë si një stuh i errët, por si një dritë që zbulon çfarë kemi mbajtur të fshehur. Përgatitja nuk është në parashikim, por në pastrim. Frika nuk vjen nga qielli, vjen nga zemra që ka harruar se është e dashuruar. Kur Jezusi flet për ditët e fundit, ai nuk thot tremuni, por ngrini kokën tuaj sepse afrohet shpëpimi juaj. Por shpesh ne e kthejmë këtë fjalë në paralajmërim me zemër të forta, në vend se ta kuptojmë si thirrje për paqe. Në kohët e fundit, njerëzit do të jenë të dashuruar në veten e tyre, të pafalshëm, të pakujdesshëm, të shpërqendruar në pasuri dhe pamje të jashtme. Por frika më e madhe nuk është zhurma e luftërave ose tërmeteve, është harrimi i zemrës së tjetrit. Kur miqt largohen, kur dashuria ftohet, kur fëmijët pyesin për besimin dhe gjejnë heshtje, aty është momenti kur fundi fillon brenda nesh. Por në mes të kësaj errësire, një zë qëndroni pa ndryshuar. Unë jam me ju. Ai nuk po vjen për të dënuar të tremturit, por për të rikthyer të humburit. Zemrat që kanë frikë sot janë ato që s'kan provuar dashurinë e pakushtëzuar. Por ai që do të vije, vjen me duar të hapura, jo për të mbyllur dyert. Jezusi tha: për shkak të ftohtësisë së dashurisë, shumë do të rënjen. Nuk fol për luftëra apo kataklizma, por për diçka më të frikshme, zemrat që më nuk duan. Sot, njerëzit komunikojnë pa folur, takohen pa, dashurohen pa u njohur. Teknologjia na lidh me mira, por na largon nga ai që është pranë. Nën maskën e normalitetit, shumë jetojnë në izolim të thellë, pa dikë që t'i thot emrin me zë të qetë, pa dikë që t'i prek dorën pa kërkuar këmbim. Kjo është ftohtësia që paralajmëron fundin. Jo mungesa e fjalëve, por mungesa e pranisë së vërtet. Kur njeriu fillon të shoh tjetrin si pengesë, si konkurrent, si objekt, ai ka humbur rrugën e shpirtit. Por në mes të kësaj ftohtësie, Jezusi nuk largohet. Ai qëndron pranë atij që është braktisur, atij që çan në heshtje, atij që ende kërkon dashuri pa kusht. Sepse ai që do të kthehet, nuk do të vijë për të kritikuar zemrat e ftohta, por për t'i ngrohur përsëri me zjarrin e pranisë së tij. Dhe në atë zjarr, çdo lidhje e humbur mund të rindër. Në kohët e turbullta, dëshmorët nuk janë gjithmonë ata që thërrasin më fort. Shpesh janë ata që heshtin me besim. Kur gjithë njerëzit u lem nga zemërimi, ai që lutet në qetësi bëhet revolt. Kur botkupa uron, ai që fal bëhet armë e bardhë. Kjo është koha e dëshmorëve të padukshëm, nëna që mëson fëmijën të dua,
mësuesi që ruajt ndeshmërinë në mes të korrupsionit, i riu që refuzon të urrëj edhe kur është i shtypur. Ata nuk kanë mikrofona, por zemrat e tyre janë altare jetësore. Jezusi nuk kërkoi që ne të shpëtojmë botën, por të jetojmë në të si të shpëtuar. Dhe në këtë jetë të shpëtuar, qetësia nuk është dorëheqje, por zgjedhje aktive për të mos ngjalli me errësirën. Sepse kur njeriu refuzon të kthejë armën, kur zgjedh të flasë me zemër në vend të gjuhës, kur mban një sy të hapur ndaj suferingut të tjetrit, ai bëhet dëshmori një qielli që nuk ka ardhur ende, por që tashmë po rritet brenda tij. Dhe kur Jezusi do të kthehet, ai nuk do të pyes kush tha më shumë, por kush dashuroi pa pushi. Në qiell ekziston një libër, jo i shkruar me bojë, por me vepra. Çdo fjalë e mirë që nuk u fol, çdo dorë e shtrirë që u tërhoq, çdo zemër e mbyllur nga frikë, shkruhen atje. Por edhe çdo lutje e qetë, çdo falje e vështirë, çdo ditë që vazhduam edhe kur nuk pati shpresë, shkruhen me dritë. Jezusi nuk do të vije për të leksuar fjalët tona, por për ta parë gjurmët që lejmë në zemrat e tjerëve. Sepse çdo njeri është një faqe e gjallë e librit të jetës, e shkruar jo me shkronja, por me dashuri, durim, besnikëri. Në kohët e fundit, shumë do të kërkojnë shenja qiellore, por qielli tashmë po lekson ato që ne bëjmë toksor. Kur falim pa pritur kthim, kur japim pa llogaritur humbjen, kur qëndrojmë në paqe ndërsa gjithë ulim, ne po shkruajmë rreshta që do të mbeten pas. Dhe kur Jezusi do të kthehet, ai nuk do të pyes kush kishte më shumë pasuri, por kush lëshoi më shumë nga vetja për të tjerët. Sepse libri i jetës nuk regjistron sa e ditëm, por sa e dashurim. Para agimit, errësira bëhet më e thellë. Kështu është edhe me shpirtin. Para se të shfaqet drita e kthimit të Jezusit, shumë do të kalojnë nëpër një natë ku as sytë e besimit nuk shohin. Në këtë errësirë, të gjitha siguritë zhduken, rritet, dogmat, madje edhe fjalët e shenjta, dhe njeriu mbetet vetëm me zemrën e tij dhe me zërin e heshtjes. Por pikërisht aty, në thellësinë e humbjes së kontrollit, ai fillon të shoh me sy të tjerë. Sepse kur njeriu nuk mund të leksojë më shenjat e qiellit, ai mëson të dëgjojë rrahjet e zemrës së tij. Dhe në atë rrahje, ai gjen zërin e Atit. Kjo nuk është kohë e dobësisë, është kohë e lindjes së një besimi që nuk varet nga dëshmia e jashtme, por nga prania e brendshme. Jezusi tha: "Unë jam drita e botës, jo drita e botës bllaz, por ajo që ecën me ti në mes të saj." Dhe kur ai do të kthehet, ai nuk do të pyes kush pati më shumë dritë, por kush në mes të natës besoi se ai ishte afër. Para se kthehet Jezusi, nuk duhen shenja qiellore, duhet një zemër e fallur. Sepse falja nuk është thjesht akt i mirësie, është qelsi që hap portën e qiellit brenda nesh. Kur njeriu fal, ai nuk e liron vetëm tjetrin, e liron veten nga burgu i të kaluarës. Në kohët e fundit, shumë do të kërkojnë gjusticin e qiellit, por qielli do të pyes: a i ke falur ata që të kanë shtypur? Sepse ai që do të vije është ai që tha: faluni njëri tjetrit siç u falun juve. Dhe në këtë fjalë qëndron misteri i shpëtimit. Ne nuk jemi shpëtuar sepse jemi të pafajshëm, por sepse jemi fallur, dhe nga kjo falje na lind detyra e faljes. Çdo zemër që refuzon të fal, mban një mur ndaj kthimit të tij, por çdo zemër që edhe me dhimbje zgjedh të lëshojë barrën e urrëties, bëhet vendnodhje e pranisë së tij. Jezusi nuk do të kthehet në një botë të përsosur, por në zemrat që përmes faljes e kanë bërë të përsosur tij, sepse ku ka falje, aty ka qiell. Jezusi nuk do të kthehet në një qiell të shkëlqyeshëm, por në zemrat që janë bërë shtëpi për të. Ai tha: trupi juaj është tempull i Shpirtit të Shenjtë. Kjo nuk është metaforë, është thirrje. Çdo frymëzim, çdo veprim i mirë, çdo fjalë e kontrolluar, çdo zemër e mbyllur përpara keqësisë, është gur i ri i tempullit të brendshëm. Në kohët e fundit, shumë do të kërkojnë shenja të jashtme, por qielli po ndërton shenjën më të fuqishme. Një njeri i shëndosh shpirtërisht, një njeri që nuk ulem nga zemërimi, që nuk jep hapësirë urrëties, që e nderon trupin e tij si dhuratë, që e përdor gjuhën si mjet paqeje. Ky është tempulli ku Jezusi do të kthehet, jo në marmur, por në mish të shëndosh nga brendësia. Sepse ai që do të vijë nuk kërkon që ne ta pastruam botën,
por që ta pastruam zemrën, dhe në atë pastrim, në atë zgjim të çdo ditë për të jetuar si shtëpi e dashurisë, ai tashmë po bën qendrën e tij. Kur ai do të shfaqet, ai nuk do të pyes kush ndërtoi kishat më të mëdha, por kush e bëri trupi. Jezusi nuk kthehet për të mbyllur historinë, por për ta kthyer faqen e saj drejt dritës së vërtet. Ai nuk vjen si dëshmor i fundit, por si dëshmor i fillimit të vërtet. Në ditët e fundit, shumë do të tremben nga zhurma, por zemrat e gatshme do të këndojnë: Maranatha, vije Zot, sepse ai që pritet nuk sjell mallkim, por shërim, nuk sjell fund, por kthim. Çdo lot që ke qarë për drejtësi, çdo natë që ke kaluar duke lutur për paqe, çdo zemër që ke dashur pa kusht, nuk është humbur. Ai I ka mbledhur të gjitha, si yje në xhepin e mantelit të tij. Dhe kur ai do të shfaqet, nuk do të ketë kohë për frikë, vetëm për njohje. Sepse ata që e kanë njohur në paqe, do ta njohin atë në lavdi. Ai vjen jo për të dënuar botën, por për t'i kthyer zemrat e saj në shtëpinë e Atit. Dhe në atë ditë, çdo pyetje do të humbë rëndësinë përveç njërës: a e dashurova? Sepse ai që pritet nuk ka ardhur për të gjykuar, por për të abrazuar. Dhe ai abrazim do të jetë fillimi I gjithkaje.